Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, e mërkur 8 tetor 2025. Gazeta Panorama, titulli kryesor i saj, ekzekutimi i gjyqtarit zbardhe dëshmia e vrasësit, kërcënimi i hapur i Xhaxhait, krimi për pronën, gjak ftohtë, i qetë dhe i papenduar. Elvis Shkambi dëshmoi dje para oficerëve të prokurorisë së Tiranës për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit. Korrupsioni i saj u lëret deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bardhi, balluke e vetmja politikane pa shkollë që u bën numri 2 i qeverisë. Deputeti demokrat akuza zëvendës kryeministres Belinda Balluku një zare e pashoq e krimit të organizuar. Sot përcillet Astrid Kalaja, gjyqtarët e gjithë vendit në mbledhje të jashtëzakonshme pezullohen proceset gjyqësore. Vrasja, prokuroria e apelit, sulm ndaj shtetit të së drejtës. Opinion nga Ekrem Spahiu, nderimi për mbretin Zog, detyrim ndaj historisë së shtetit shqiptar. Një tjetër opinion në gazetën Panorama nga Enver Robelli, Edi Rama ja shpjegon Albin Kurtit një për radhë. Dokumenti, parlamenti nderon figurën e diktatorit Hoxha, reagimet e studiuesve. Lista e re, dëmshpërblimi të përndjekurve, trashëgimtarët që marrin këstin e pestë. Drama, familja e peshkatarit, simbolika e detit dhe pesha e familjes. Shkresa e degës së brendshme më 1982-shin, kishim informacion 3 muaj përpara, rrëfimi e Kurani Sajit për bandën e Xhevdet Mustafës, sinjalet. Këto ishin titull kryesor të gazetës Panorama, do të vjojmë tej me gazetën Telegraf. Titulli i madh i saj, gjyqtarin nuk e vrau vetëm një dorë me armë, e vran KLG-ja dhe KPA-ja. Dosier nga burgosja e Merdanit tek pushkatimi i plot. Flet për herë të parë Çelik Petriti. Partia Socialiste, PS konfirmon kandidatët për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit. KQZ raporton në kuvent, opozita kryqëzon Ilirian Celibashin që pranon dështimin në zgjedhjet dhe fshehtësinë e votës së diasporës. Shpopullimi i Shqipërisë, Shqipëria ka 31.000 maturant më pak, 104 shkolla ju vu dryni në 4 vite. Kosova ndihmon studentët me 100 euro. Shëndetësia në kolaps, doktor Erion Dasho, si po përgatitet plani për dorëzimin e QSOT-s te oligarkët që do të përfitojnë 90 milion eurot. Mjeku në familje, 5 ushqimet për pastrimin e gjakut. Këto ishin titull kryesor të gazetës Telegraf, vazhdojmë tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj, detaje analizë vrasje e paralajmëruar përpara vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Tiranës kanë kërkuar përmes KLG-s në policinë e shtetit rritjen e numrit të punonjësve të policisë për të garantuar sigurinë në sallat e gjyqit, por kërkesat janë refuzuar. Drejtësia e re dhe pafuqia jonë për të ndërtuar një shoqëri të drejtë në 35 vjet, reagimi pas vrasjes së gjykatësit. Këmbzën e shkeli një i vetëm, por pistoletën që vrau gjyqtarin e mbajtën shumë duar. Ashpërsimi, hy në fuqi rregullat e reja për ndërtimet pa leje, jasi dhe sa dënohen shkeljet. Në brendësi, vrasja e gjyqtarit dhe ligji famkeq 7501. Reagimet, saga e konfliktit që i mori jetën gjyqtarit Kalaja. Vendosmëria, i biri vdiq në tragjedinë e trenave, Panoruçi fiton betejën, i pranohen kërkesat. Palestinezi rrëfen shqip urin në Gaza. Rubrika e shëndetit, tharja e syve nga teprimet me telefonin. Histori, të festojmë duke mos harruar në tetorin e 81 vjetorit të çlirimit të Delvinës. Këto ishin titull kryesor të gazetës Dita. Vazhdojmë tej me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj, Laboratori, Partizani 4 trajner për 6 duben. Laboratori, Partizani 4 trajner për 9 muaj. Presidenti Demi dje mbledhje me skuadrën i ndëshkon për rezultatet zhgënjyese. Demat e kthejnë stolin si Urban, tani përfundojnë me Kërnajën. Bregu, Dinamo ekipi i ndërtuar për titullin. Sulmuesi flet për skuadrën dhe objektivat, nuk kemi presion, i besojmë njëri tjetrit. Intervista, Demiri krenari të përfaqësosh Shqipërinë. Përgatitjet, Silvinjo me dilema, Gripshi zëvendësues udhëton 4000 kilometra. Kuqezinj, fitoria e fundit në botror 4 vite më parë. Zogovic, peng kam ende titullin e 2021-shit. Përballja, Tirana Teuta, 50 ndeshje dhe rivalitet i barabartë. Mjeku i Elbasanit, kandidat për kryetar bashkie. Çela Kuli marrin Pogradecin dhe Volli nis punën në Kukës. Juvja nuk ka ndryshuar.
Tudor si mota. Treluanët, Anglia e paqet, Tuhel kritikohet për Grealish. Spanjë, Deco, Barça me stil, Alonso kujdes me oscilacionet. Gjermani, Kane, synimi im është topi i artë. Kto ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.